Atasheu ushtarak i Shqipërisë në NATO, Kristal Gërveni, përfshihet në një tjetër skandal pas atij të paktit detar me Greqinë. Me një rast të paprecedent në radhët e forcave të armatosura, Gërveni rezulton të jetë vetë graduar admiral pas një lloj dekreti të firmosur nga presidenti Bujar Nishani. Fakti është se Gërveni është graduar kundër admiral me dekret të ish-kreut të shtetit Bamir Topi në nëntor të vitit 2009 dhe prej atij viti ai vazhdon të mbajë zyrtarisht këtë gradë edhe sot. Gazeta shqiptare ka zbuluar skandalin përmes fotove gjatë takimit të 170 të shefave të mbrojtjes së vendeve të NATO-s dhe atyre partnerë të zhvilluar rreth një javë më parë në selinë e aleancës në Bruksel. Grada kundër admiral sipas rregullores është ideuar me një vizë të trashë dhe një të hollë me sfond në ngjyrë të verdhë, ndërkohë që grada që mban në krah Gërveni është me një vizë të trashë dhe 3 vija të holla, që korrespondon me atë të admiralit. Por ky nuk është i vetmi rast kur atasheu i ushtarak në NATO shfaqet në publik me këtë gradë. Gazeta shqiptare ka mundur të sigurojë dhe një tjetër foto pak më të hershme, respektivisht të 23 tetorit të vitit të kaluar. Asakoj ministri e mbrojtjes Mimi Kodheli u prit në një takim në Bruksel nga sekretari i përgjithshëm i Aleancës Rasmussen. I pranishëm në këtë takim në krahun e majtë të ministres qëndroni ulur Kristal Gërveni, i cili si shihet edhe në pamjet arkiv të siguruara nga News 24, është prezantuar para zyrtarit më të lartë të NATO-s me gradën e vetë shpallur të admiralit. Skandali kësaj merr përmasa edhe më të rënda, duke cënuar për pasojë seriozitetin e Shqipërisë brenda aleancës. Shtabi i përgjithshëm i forcave të armatosura në një prononcim për gazetën shqiptare paralajmëroi marrjen e masave ndëshkimore ndaj atasheut të ushtarak të Shqipërisë në NATO Kristal Gërveni, lidhur me vetgradimin e tij. Atasheu i ushtarak mban përgjegjësi personale dhe se ka nisur puna për analizimin e këtij rasti dhe marrjen e masave në përputhje me rregulloren ushtarake në fuqi. Pasaktësia është korrigjuar menjëherë pasi është konstatuar nga përfaqësuesi i ynë, thuhet në reagimi zyrtar të shtabit të përgjithshëm. Karriera e Gërvenit në radhat e forcave të armatosura mori ngjitje të menjëhershme pas firmës që ai hodhi mbi paktin detar antikushtetues me Greqinë. Ish-presidenti Topi i dha atij gradën kundër admiral për ta emëruar mandej deri në postin e zëvendës shefit të shtabit, ish-komandantin e flotës detare, i cili 2 vite më vonë, po me firmën e Topi do emëroi atasheu ushtarak në NATO.